Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i hënë 17 nëntor 2025. Dashi. Periudha e investimit. Do të keni mundësinë, nëse dëshironi dhe me shumë qetësi të brendshme, të përballeni me zgjedhje të rëndësishme ose ndryshime të jetës. Demi. Sot është dita perfekte për të lindur ndjenja të reja. Një njeri akrep ose kancer do t'ju ndihmojë të zgjidhni një problem, një mosmarrëveshje. Mundësi të mëdha për ata që punojnë me kohë të pjesshme. Binjakët. Nëse duhet të përballeni me disa çështje financiare, është një ditë që është në anën tuaj. Ftesat, udhëtimet, lajmet pranë, mos u shqetësoni. Gaforja. Përfitoni nga kjo ditë për të rivlerësuar dashurinë, edhe mund të njiheni me dikë të veçantë. Nervozizëm për të mbajtur nën kontroll një ditë që, megjithatë, në fund luan në favorin tuaj. Luani. Një ditë shërimi për ndjenjat, ju mund të falni dikë ose të keni takime të veçanta. Ditë e përgjithshme e favorshme. Virgjeresha. Më duket se kjo ditë lë për të dëshiruar. Sëmundjet e mundshme mund të tejkalohen me pak më shumë pushim. Mbaj qetësinë në punë. Peshorja. Në këtë ditë ka pak lodhje dhe mbase edhe tension në punë. Ju do të dëshironi të shpëtoni nga disa modele ose shqetësime. Akrepi. Distancohuni nga situatat dhe njerëzit që mund t'ju bëjnë nervoz. Dashuria por i më këmbet, por mos i tregoni ata që janë shumë larg. Shigjetari. Ndalimi juaj është i pamundur, ju jeni shumë i dëshiruar në këtë ditë. Mundësitë e reja mund të sjellin ide të reja. Britqapi. Pa përpjekje, përpiquni të rikuperoni formën, më mirë të qëndroni të paktën disa orë në relaksim të plotë. Sa i përket dashurisë, a jeni të fortë dhe gati për çdo gjë? Ujori. Duhet të keni kujdes me portofolin tuaj, me shpërqendrime. Është e rëndësishme të shmangni marrjen e shumë përgjegjësive, shumë janë duke u mbështetur tek ju. Peshqit. Edhe çiftet që kanë bashkëjetuar së fundmi e gjejnë veten në një gjendje siklet të lehtë, njëra nga të dyja lehtëson frustrimet e punës në çift. Sot ndjeni pak agitacion, ngjarje të lumtura familjare. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.